mia, ashtu si që janë gjithmonë, sepse nga njëherë besoj që vetë eftua jonë do ditë natë në asërëve më smiri atë dashurin dhe ndjenjen që mund të falet shumë lehtësisht edhe pas, por vetëm me sy. Le ta mirëpresim në studio Havushe Jashari Islami. Si gjitha. Shumë të nacime të vitë dashur, falemderit shumë për kohën. Hajde lutem të rehatohemi. Kjo është këndi dhe për ju, afër besës. Falemderit që të dyjave që jeni sot këtu dhe po bëjmë një bashkëbisedim shumë të veçantë kësaj here. Falemderit që na dhe mundësin të jemi shumë pranë të gjithë shikuesve përfshirë edhe prindrit tuaj në këtë rast. Falemderit shumë për ftesën. Është hera pare imja që kom dalë në një televizion. Jo për arsye të tjera, për nashta veç ideja që mos mu para gjyko se mu keq kuptu, edhe mos me folë diçka që i bënë më një keq komunitetin. Dhe jam e bindur që kjo nuk do të ndodhi asesi, për kundrazi, uroj që do të vlerësojnë dhe do të ndjejnë gjdo sekund të kësa intervisteve. Pra ne veram dakord që kjo interviste ynja të bëhet me interpretim të gjuhës së shenjave, pikrisht nga Besa, e cila po e bën këtë. Mendon, gjithë kjo ndodhi, sepse të dyja palët edhe ne edhe ju menduam se do t'ishte shumë mirë për gjithë komunitetin që kjo interviste interpretohet me gjuhën e shenjave. Realisht, është diçka që ko me folë për komunitetin a short, për fëmi, koda i dy prindërve të shordër, edhe nëse ajo që a e thëmone nuk transmitohet të gjithë në formën e njajt, atëherë zbesoj që kisë pas vlerë dhe i shkon shumë e gabume dhe diskriminuese. E vërtet, andaj jam shumë krenare që na dha mundësin të bëjmë këto. Faleminderit. Fillimisht i përmende edhe unë në hyrje, bëra një prezentim që ti rritur nga dy prindër të shurtër. Si ka qenë, Havushe, kjo fëmiri për ty? Je fëmiu i vetëm, keni edhe vlezër e motra? Realisht e kam edhe një vlla dhe një motër, jemi 3 fëmijë. Për mu, si fëmi i prindërve të shordër, unë shpesh kur bisedoj me njerëz që është e çuditshme nashta me ardhë prej dy prindërve të shordër edhe profesioni jam, kam qef me thonë që edhe nëse najhere më kishtë donë mundësia prej Zotit me vetë, a e kështë ndru, thëm jo, me shumë qef, se është diçka që më ka bo me mësu shumë gjana, më ka bo me kuptu botën shumë këndvështrime, edhe mi pa gjithë barabartë. Dhe nëse të pyes pak për historinë e prindërve, historinë e tyre individuale, pra si kanë lindur ata të shurdhur, apo ka ndodhur diçka gjatë rrugës? Ty të prindë me kanë lindur të short, janë shkollu, babin e kam prej Macedonisë, Kumanovës, një fshat Kumanovës Mataq. Ka kryu shkollën e mesme babi në Shkop, ka fillu studimet në Kroaci, po përshka kurseve ekonomike, mandej është detyru me lonë. Gjithashtu edhe nana është Gjilanit, një fshati Gjilanit, Rogocicës. Edhe ajo e ka të përfundu me shkollën e mesme në qendrën burimore në Tereza. 2 prindë me kam punu deri në periudhën e luftës, mandej ai regjimi serb i ka përjashtu prej punave, po storja prej këtë kësaj është që prindë me kur jënë taku. E ku janë taku ata? Vemset, po nashta qa që kënë dashnja e madhe për shka komunikimi i njejt, gjua e shenjave, botat e njejta, edhe kalon Macedoninë dhe ka ardhë me jetu në Gjilan. Sa bukur, çfarë dashurie e mirë që besoj kjo të ka po ty dhe me nxjerr shumësime prej kësaj dashurie, nashta të rrit fiks në qëtë frymë të prindërve të me që e kam pa botën pak ma ndryshe për perspektivave të tyne, po shumë të mirë, se më pëlqen qasja që është ata e shohin. E vërtet është e vërtet, rana është ranë, bardhë ze, edhe po, i kom pasqyr për gjithë shambull të mirë. Kanë tregu ata, kanë djerë diçka, ndonjë paragjykim gjatë jetës së tyre nga shoqëria, ndonjë përjashtim prej shoqërisë? Në kohën kur ata kanë jetu, realisht
nanën e kam rreth 2 prenti kam rreth moshës 60 vjeçare edhe është e vërtet që janë paragjyku jashtëzakonisht shumë sidomos qasja në informacion, komunikimin gjuhën e shenjave u konë shumë i dopt për shkak që nuk u konë shumë e zhvillume dhe gjuhën e shenjave kanë zotru kryesisht persona të shoqë që kanë komuniku me njëri tjetrin. Po, kur kemi ardhë njëtë edhe fëmijët e tjerë, muj me thonë që jena kondrita e syve tyne, edhe menoj që tani jemi mundu jashtëzakonisht shumë mu trajtu të barabartë, se fundit gjithë jemi të barabartë. Në gjithë të fëmiri edhe lumëturin e pa fund që jam e bindë në keni sjell atyre kur keni ardhë në jetë. A kena një kujtim që ti gjithmonë kur të pyesin njerëzit si ke qenë si fëmi ose si e kujton fëmirin, ty me njëherë të vjen në mendje qaj moment? Ka shumë, po thëmë prapë se jënë mundu me në arrit me shumë dashni, pas një shërë, pa nga tregu botën reale jashtë shumë shpesh, jënë mundu me nga privu pe i realiteti që është jashtë, po gjithsesi, tonë fëminia jam si fëmija ma i madhi familjes, zakonisht u konë që këj profesion, jëmë konë interprete gjuhës shenjave, jëmë konë gjithmonë prej një moshe qysht vogël, kom përkthy, po jënë konë momente ti për të mira. Edhe e kom bo me shumë qef, nashta fix që e kom bo me shumë qef edhe e kom dasht jashtëzakonisht shumë, ja kom do në vetit të profesion. E vërtet, a ka qenë e vështirë? Jo, realisht është gjua jam e parë, për mu nashta ma e vështirë u konë me mësu pjesën e të follurit, se sa pjesa e gjuhës shenjave u konë shumë e natërshme, se kom jetu vish me këta 2 prende dhe e kom pas gjyshën realisht, po figura e parë ju kom prente me gjua e shenjave edhe nashta ma sfidu konë kjo pjesa kur jom hinë shkollë dhe kur kom fillu me po që do të me folë rjadë shumë. Po, me mësu sikur fëmijët të tjerë. Nashta ma sfidu konë ajo se gjua e shenjave. Janë habit njerëzit kur kanë kuptu që ti ndoshta prej një moshe shumë të vogël e ke ditë gjuhën e shenjave? Nuk e kom shfaq. Nuk e ke shfaq, pra nuk e ka ditë askush. Zakonisht, ka mujtë me ditë mësusja e shkollës fillore, kur im regjistru në klasën e parë, se më detyru me shku me babin, edhe më ka po të folë gjuhën e shenjave, po nuk është që aden ka dashme me identifiku me këtë farë pjesa, ka dashme me trajtu barabarësit të tjerët. Mbledhjet prindërve zakonisht kur kemi kalu tani të kujdestarët ajo periudha 5-9, shkollat e mesme, po shumë pak njerëz dhe kanë ditë deri në shkollën e mesme. Shumë pak, për arsye që kur ka ardhur babi mbledhjet prindërve, kam qëndruar po nxënësat e tjerë, tema nuk qëndrojnë mbledhjet prindërve. Po jo, s'është që më ka bu muni ndrysh asnjëherë. Dhe si e morën ata lajmin kur ti kishe vendosur që në të ardhmen tënde pra ti rije pranë kësaj gjuhës së shenjave dhe ta ktheje në profesion. Pra ti sot je interprete e gjuhës së shenjave. Realisht më kam pa gjithë që aty. Se po thëmë, nashta, si fëmijë, jëmë konë afër tyne, si të mjeku, administrat, dokumenta... Gjdo hap me ta. Gjdo hap, unë jem konë aty, si fëmija ma i madhë, edhe jo munu nashta paka shumë i kursy vlaun edhe motrën, se jëmë konë ma të vogël se onë, tani ka njerë të si fëmija madhë fillon me marrë dhe rolin e prindit, po diqysh më kam pa që aty, edhe prent edhe kush doj që më ka njoftë prej familjes, kanë identifiku si interpret, kështu që veç u konë një dokument shtesë. Okej, edhe sot, po besoj, ti i ke lajmëruar ata që do t'jesh në emision pa tjetër, edhe... Jo veç ata, gjithë komunitetin të cilët dua ti përshëndes shumë, dhe në veçanti prindrit e tu, edhe dëshiroja ta jap një mundësi që tu japësh ti një mesazh përmes ekranit ton me gjuhën e shenjave, që ta kuptojnë ndoshta edhe të tjerat. Po, në fakt, para se me dhonë qatë mesazh, kisha dasht me diskutu, po menoj me shpalose dhe qita, që fix për shkak të barjerave me cilat jonë ballafaqu prindërit e me, është arsyeja pse kom marrë këtë profesion. Përveç që e kom marrë këtë profesion, andaj kom vazhdu me punu pa unal heq në këtë drejtem, për mu pa të barabartë. Se nuk është që e bojmë me vedije, e kuptaj, shumita është një se bojnë shumë shpesh pa vedije këtë para gjykem, ose këtë formë diskriminimit nëse mëj me thonë, po ju mundu te për shumë me punu në këtë drejtem që ju kalëzu që është viç një gjuhë, dhe nuk është e pa mundur më mësu pej të tjerve, dhe arsyeja nashta edhe pse i kom dhonë ka të shumë fokus me punën tam deri tash, është fix që kjo.
veç mi kallëzu shoqënisë që s'na vjen shumë, na ke mundësi me mësu një gjuhë ekstra si për gjuhët e tjera që i mësojmë. Edhe bashkë me atë gjuhë i bëjmë të tjerët munit e barabartë. Kështu që po me shumë qaf japi mesazh për vetme. Nuk e di kush ka më shumë emocione, konsideroj që ata që po të shohin nga ekrani. I kisha thonë, mam, bab, dua shumë, faleminderit shumë, sot që jam rrit, edhe më keni eduku, edhe ma keni dhonë këtë lumturi, sot më ju tregu juve. Sa bukur, faleminderit shumë. Po shpresoj shumë që janë shumë krenar me ty. Po shpresoj si po më dëshpëru asnjëherë. Këtë e dim me siguri, me qenë se je një vajzë që je përkushtu edhe në familje, por edhe në profesion. Dhe kjo pjesa e asaj që them, ke punuar pareshtur që ata të ndihen të barabartë edhe shoqëria edhe në ato rastet kur ndoshta pa vetdije ose pa dashur që të prek ose t'i lëndoj ata si komunitet, ti ke marrë rolin që të bësh dhe të përmirësosh atyre të gjithë pozicionin që ka në shoqëri. Ku mendon se paragjykohen më tepër, qoftë edhe pa dashje? Unë zgjedhje me menu që shumicën e rast të bën pa dashje. Zakonisht kur him me një fushë që nuk e njohum, rastësisht lëndojmë, s'besoj që është tendenca e shoqënisë tonë me lëndu ose me bëmu një dikon keq. Po kryesisht diskriminim e më të madh se mos mi dhon qasje në informacion, nuk besoj që ka. Kështu që për me bo me kuptu këto mas mirëti prej tënë asaj punës tam, o kohën periudha e pandemis, kur babi u bo keq, edhe qëndrojnë në spital, edhe ishke periudha kur të në kohën lajme u jepke që po vdes, që ka që numra, që ka që njerës kanë vdek, ti deshte fillon mu panikov, edhe babi filloj me kriju panik, shkoj në spital, u ju kecu gjendja për shkak mës informacionit të duhur që e marrë ke jashtë, sa do që na si fëmi mundojsh me mi tregu që është veç virus edhe pi prek zakonisht persona që po kanë probleme shëndetësore të mahershme të trashëguara, po apet të thisha onë, fëmija i vetë, edhe jo një informacion të duhur që u dasht me marrë, edhe u kom fix koha kur e kom pa që kom thonë qasja në informacion është e domosdoshme. Nuk thëmë që s'ka, pajtona, ka, televizionet publike mundohen të pak të një kohë mja kushtu lajmeve të përgjithshme, po menaj që është tak. Se ka shumë gjana atraktive që bohen shoqëni që na i privojnë për këtyne saneve. Edhe menaj që du të mi ofru ma shumë. Edhe këtë le ta përdorim si një apel prej josh si vajzë. Realisht unë po nisna si fëmi i prindërve të short edhe babi jam është shumë ka qef shumë me këqyre emisione të ndryshme, sidomos kanalet. Sa shpesh e shfaqin ata dhe shprehin këtë pak knatësi të tërën për mundësinë e mos pasurit qasje në programe më atraktive për pos lajmeve të përgjithshme. E marrë tash është shumë aktuale kjo pjesa e Big Brotherit. Edhe na zakonisht të tratë fëmit u mledhshëm me shku të mami së vikend, eshtën edhe kërë e lësheshme me këqyrë Big Brotherin, tash mami ose babina veç, qa u bo pësha u qup, se u bo halakame, se dollë, se qa u përlajtën, nuk është që e shfaqin, se na munomi zakonisht mi majtë shumë të updateu me informacionet tash, po prapë po tham, është tjetër kur ti e lëshon televizionin edhe e shaf informacionin të freskët, edhe është këtë tjetër kur e merë në ndërko, kur shihën, se po tham, na prapë këtë fëmit jemi të punu, jemi të angazhum, e munomi atë farë pjesën me balancu me full messenger, me kamere, krejtë, zakonisht të informacionet, po unë personalisht jem shumë largë lajmeve, shumë largë luftrave, shumë aden. Edhe nuk e faj se angazhimi në punë me prindrit, plusi edhe non, i fëmijëve të mrekullueshëm, ja ku kam një fotografi të familjes ju, një portret shumë i bukur kë. Faleminderit. Më trego pak të përgjithësinë edhe nëse mund ta quaj frikën në shtatzanin tënde të parë, dhe sa herë ke quar në përmend se mos për shkak të trashëgimisë mund të kem fëmijë. Realisht nuk punoj që një kohë shumë gjatë me aftësinë e kufizume. Realisht jo veç me të shërë, punoj me aftësinë e kufizume. Se di, nuk është që kom pas shumë kohë me menu për këtë pjesë, se gjithmonë jam kom punë. Pajtona me qka do që vjen pe i Zotit, unë jam shumë në regull, po sidomos kjo pjesa e të shërdërve më shfaq asë një lloj pengese se
Jam rrit për një komunitetit tillë edhe nuk më tut. Si janë ata, çfarë fëmijë po bëhen, çfarë karakteristika kanë, sa janë gjyshrit të lidhur me ta? Realisht, djalin, ma ka rrit nana dhe baba. Djali jam e ka pas gjuhë të parë dhe ai gjuhën e shenjave. Se unë kom najt, ko 6-5 të nana. Edhe... Pra qëndron mirë ai me gjuhën e shenjave? Të dëtë të onë qëndron mirë. Sa vjeç ka po djali? Djali është 9 vjeç. Mashallah. është klasën e 3, po duket ma i rritën. Po. Vajza është 7 vjeç, është në klasën e 2. Dytë e folin gjuhën e shenjave, për dytë kujdeset nana am, sa që kom një angazhem ose një aktivitet jashtë shtëpis, edhe kur punaj, po dytë e dojnë edhe shumë gjysha. Në realisht i dojnë të 2 gjyshat e veta, po nashta për shkak specifikave se nana am edhe i ka rritë shumë, edhe nuk ja u prish për kur gjo. Gjyshet janë më të mirat në botë, pre. Edhe i dojnë shumë, edhe... Çfarë këshilla e havosh u jep dhe ju kishe dhënë gjithë prindërve që kanë fëmijë, që lindin fëmijë të shurdhër? E thash, nuk më tut, menoj që është dhurat, është nuk ka nevoj mu nal para kur gjofit, se ka shqyqër zotit, ka organizata të shoqata e të shurdhërve kosovare është që mirët shumë me pjesën e prindërve të cilët kanë fëmijë të shurdhër anasjeltas. Mujnë mu drejtu, japin informacione, ka shumë njerëz me cilët i një edhe e di që ju këshin ndihmu në qka do që ka nevoj si për informacion, si për shërbime, për gjithë shka që ata e shojnë të nevojshme mujnë mu drejtu edhe janë, menoj që janë një ndër organizata që punojnë njerëz zakonisht shumë për komunitetin e vetë. Dhe me gjithë të punën edhe angazhimin të ndër vite, besoj e personi duhur të të pyes se sa ka ndryshu gjendja dhe për shembull cilat mund të kenë qenë disa prej aktiviteteve apo projekteve që ti konsideron kyçe në cilat edhe ke qenë ose iniciatore ose pjesë e tyre për të çuar përpara vlerësimin e barabartë të tyre në shoqëri. Realisht, e thash, unë kom punu si interprete e gjuhës shenjave zyrtare me letra tash 8 vite, 9 vite realisht, edhe nashta kur je jashtë edhe luan rolin e interpretit, është shumë e kryen shërbimin tënd edhe shkan. Tash 4 vitet e fundit punoj në gjimnazin Zenel Hajdini në Gjilan. Është gjenerata e 2 që e përcjellit të nxancave të shërdhër. Edhe u kon diçka shumë sfiduese si për kolektivin, ashtu edhe për mu, se është tjetër kur ti punon me një kategori të moshës mbi 18 vjetë dhe nuk që e kryen përkthimin edhe ecë, është tjetër kur punon me adoleshenta, sidomos me një klasë të rregullt ku ka dhe nxanca të shërdhër, që është diçka e re që nuk të paktën nuk është. Pra është klasë e rregullt, por që ka klasë e rregullt ku janë të inkuadruar dhe nxancat e shërdhër. Edhe kur kom fillu punën ditën e parë, e di që kom bërë shumë presion familjes, të i thonë, o nuk e di që shko me shku mëre në punë se kom e një loj komenti që se di. A je gati me i dëgju, a? A jam gati me i dëgju, feks, se është tash teshtës unë e kam në vetën e parë. Unë një snapi i prindërve të me. Dhe shumë shpesh e prezentoj vetën prej komunitetit shërdë. Thamë, unë jam qatë, unë nuk jam... Edhe, kur fillova punën, ditën e parë, dytë, kisha 2 nxanse të shërta të cilat e kanë kry shkollën e mas me vitin e kalum jënë konë maturante dhe janë storje suksesit për mu. Edhe, qaq mirë kom kalu, qaq ma kanë ndru mënyrën e të menduarit dhe paragjykimet, që zakonisht nuk kom qenë me paragjyku, po ka ardhë natyrshëm, sa që kom thonë rinia jonë janë tepër të mirë, nxancat e tonë janë tepër të mirë, po ma shumë jem na që paragjykojmë se fëmijët e tonë janë qaq mirë e kanë pranu ndryshimin. Komplet si gjenerat e ka folë gjuhën e shenjave, komplet si gjenerat kanë vazhdojnë, do me thonë kanë shoqni, klasa, dalin mramje bashkë me vajzat e shorta, janë socializu qaq mirë në shoqni. Tash e kam edhe një nxanës tjetër i cili është maturant. Ky ma është jashtëzakonshëm Flori. Flori ka kriju klub gjuhës shenjave në gjimnaz. Te klubi gjuhës shenjave ka pas shumë pjesëmarrës ndryshëm si mësimdhënës, ka qenë drejtori në disa takime, nxancat mos të flasëm, kanë kriju shumë videot në gjuhën e shenjave që janë edhe në internet. Përveç krejt kësaj, Flori u konë ajë që mu më ka inspiru me bërë një projekt masana individual, me temën gjuha e shenjave për të gjithë, me majt një ligjerat,
realisht, për mu këthim fillem, Flori në një ndër intervistat ka thonë, Ëndra Ram është me kontrajnar. Okej. Edhe kur e bona projektin, po menoj edhe kaloj projekti u fitu, prej organizatës KCSF, e kemi majt një ligjerat në 7 shkollat e mesme, të njëjtën ligjerat, rreth komunitetit të shërt, gjuhës së shenjave, edhe për shtypjet e tyne, me na i bo me një pyetësor të cilin e kemi bo si hullumtem, rreth impaktit të gjuhës së shenjave. Edhe Flori u kontrajnari ati takimit, në 7 shkollat e mesme, edhe u koni takem shumë i mirë. I lumë Florit edhe ty se merite jotja, sigurisht. Realisht ta ju kon inspirimi jam, ama qaq mirë u pranu, qaq u kon një punë e mirë, sa që unë mu personalisht më ka përmbush jashtë zakonisht shumë këj projekt. Këto e falenderoj. Këtë duket këtë qenë ëndra edhe jote. Menoj që e kom përmbyll një ëndër tam të fëminis që kom dasht mi u kallëzu shoqnis që të shërdërit mujnë. Edhe bëaki e bojnë ma mirë se shumica prej nesh. Pa dasht me ofendu ose me nënçmu kërkam, po menoj që mujnë. Edhe qaq mirë është realizu, qaq mirë ka u përmbyll, edhe qaq ka qenë një event i mirë sa që mu më ka përmbush personalisht që të shërdërit janë. Tjash zakonshëm, gjua e shenjave është i vetëmi mjetë u lidhë se që mën mi lidhë 2 botat të komunitetit shërtë dhe neve. Po është edhe diçka që e bënë shumë mirë muni dikan kur te përshëndet në gjuhën e shenjave, edhe nëse nuk e kupton komplet komunikimin, të pak të në gjuhën bazike, mi thonë falemderit edhe si quhesh është njerëzore. është më e pakta që mina me busë shëqim. E kështu që... A në mbeti diçka tjetër pa thënë, sepse unë e di që për nga ana e historieve edhe historive të përjetuara qoftë në fazën tënde të fëmirisë, por edhe të gjithë kontributin tënë që ke dhënë deri më sot, dhe që ti po më thua ke përmbushur ëndrën, po unë nga ajo që po shoh si tip, ti s'do ndalesh kurrë së punuari për një pozicion të tyre sa më të mirë në shoqëri, dhe bravo për këtë, të lumt, dhe ju lumt prindërve për fëmijët që ju jeni bërë sot. Realisht, unë shpesh kur maj trajnime të ndryshme, që tash të fundit e kam asistente për fëmijë me nevojat veçanta, edhe kom dasht veç me pa mos mi lëndut pak të njerëz kur ti fol diçka dhe nuk e dem paraprakisht. Edhe gjatë atij trajnimit, edhe gjatë kësaj përvojës punës tam në Arsem dhe në gjimnaz, kom thonë në shumë lujm rol ne si asistent, ose si interpret i gjuhës shenjave, ose si përfaqësues, ose nëse moj me thonë. Se mënyra që është na e paraqesëm një komunitet, lunë rol shumë. Edhe unë personalisht për veti, në gjimnazin ku punoj, po dhe me këndo që më ka rami po të shkollat e mesme, unë tham, nashta është keqardhje është kur na si shoqëni nuk mundohemi me u përshtat, se sa ata në sytë e me, po flasë gjithmonë në perspektivën tamë. Kështu që një mesazh jam, kështu që e thëmë kudo që shkoj e për thëmë edhe këtu publikisht, është që roli asistentit edhe interpretit gjuhës shenjave shumë i çmu. Edhe na mujna me bën ndryshimin, besoj që fillon prej neve. Kështu që duhemi me fillu me bo këtë ndryshe, me i pa që personat më aftësit kufizume nuk janë veç bare shoqënisë, që shumë shpesh përcilësohen, po janë asati jone që bashk muj me bo një ndryshem, bashk muj minal para gjykimet, edhe nëse i përfshim se cilin aktivitet tonin si të barabat, besoj që ishmi koni shoqëni jashtëzakonisht e mirë. Faleminderit shumë që ma dhe edhe këtë mesazh të fundit, por edhe që e bonet mundur, që edhe në prezencën e Besës të jetë kjo një nga intervistat apo bashkëbisedimet më të veçanta televizive që unë kam pasur personalisht. E thash, edhe për mu është intervista me parë, edhe është hera e parë që dalë publikisht, nashta që e tregoj në këndvështrimin tam si shoh komunitetin e personave të shërt ose të gjithë. Po gjithashtu du me falenderu Besën shumë që ma ka bot të mundur që ky mesazh më u përcjell, se e kisha të pa mundur me bo dyjat njëkohësisht. Faleminderit juve shumë për ftesën edhe mundësinë që ma keni dhënë me shpalos një pjesë vogël tjetës tam, edhe të punës tam. E shpresoj që kena më pa për gjanat mira. Shpresoj dhe gjithmonë do t'jemi në kontakt për të pasur sa më shumë hapësira të tilla edhe për gjatë terminit të programit tim, por edhe në kuadër të komplet ATV-s. Kënaqësi, faleminderit Besa dhe ty shumë.
Miq, po ju lënë vazhdim me marketingun, unë po përcjell dy të ftuarat e mia dhe ju pres pas pak.